Hajde. Mërë në një dy qofën. Sa mirë sporton me i kri ato hudër, a? Dhe i diqka. Kisha lënë bënë do mund të ashje di, që që të nëzitoj. Po që nga vonë, duket. Ora një 11. Ashtu, në? Po, që nga shumë vonë, se kemi ndjerë. Të më shinduar. Edhe pa krip do të jetë. Ashtë kjo këtu krip mos? Provoje, se se di. Por i kjo qepa me qanë. Si ndihesh tani që po mbaron?
Si ndihesh tani Po që... sigur kanë qenë ditë pa tension shumë këto. Pa, Më e qetë. ti që mua nuk më ka dhim të... Se po e thoja jashtë, nuk më ka dhim të stomaku këto 2 ditë. Se nga që këtu kishte tensione shumë në shtëpi, mu ma jepte në stomak. Jo, dhimbje, moj mos. Po ashtu kemi që ndjemi si më të relaksum. Ku është ajo... e pacoletave? Po e që qori. Shku. Pas kam pas për balë. S'ke faj se ashtu marruz duket. Jo, po them kështu që tani, do me thëmë mas 2 muajve këtu, që do dalësh një tjetër. E po. Ha? S'ka tjetër për mu, ka punë. Më vrap. A mendon që na është dashur pak pushim, pak të tani në fund? Kështu, do me thënë, nga këto debatet e këto? Se di se Prajmi e kërkon debatin, nuk e di. Të paktën me kaq sa kemi pa, nuk e di. A mund të ketë gjë tjetër. Ti ke marrë pjesë herë tjetër kështu? Në reality Jo, show? hera parë. S'tim atëherë. I Biri e di këtë punë, që ai ka vizitu këto. Pa. Eksperti. Që na bëu dhe instruktori. Thash sot na i bëu si mësues në shkollë, thash pullu këtu, hidhu atje, merr këtë. Po s'bënde, tash është u flet si vdekë nga lodhja. Boftë mirë. Ka për të qu natën aji, ka më dalë gjumë natën. Jo, sa ish i vdek, ka kohë që është i lodh, edhe s'ngopet në gjuhën, s'ka për të qu. Ma e men ka për të knaq. Sa mirë s'ka këto me i bë këto natën. Po, Po më erdi keq për mishin, se kisha Pa. nxjerr që para dite dhe... Thash hajtë të i bëj. Pak janë. Bëj një ritual. Aty në shtëpi kam një makinë të vogël, mi gri shpejt. po normal. Këtu nuk e di pse s'patëm shumë. Se t'janë nga ngele që të buke grirë. Bukë e grirë? Duhet të kesh aty ja ku e ke bukë të grirë. Të ta jap? S'ka gjë, ma e pash. Gjë ta jap unë se i ke duar të pisë. S'ka gjë, maroti. Soni grosh hasa dur, se s'ka kandidat për sonte. Po, po hajde. Të ta hedhu? Ta hedh me dorën time se kam frikë mos më hedh Okej. shumë. Ha, hapi dorë? Ah, jo, s'ka gjë. Hik vazhdo. Se s'du shumë. Mua inshallah po m'vjet gjumi, se unë s'kam gjumë. Të vjen që që keme te. Po fjeta në drekun. Edhe...
kam syrin, ishtane. Fasulja nga që është shumë proteinike dhe nuk është kështu që shëndoshe kështu. Ishte njërë duke u dhe një dokumentari Shakirës, këngëtarës e njepesa. Po. Edhe ndalon ajo, ishën në këtë autobusin e turit, edhe ndalon ishte në Meksik, më duket. Kështu e ndalon edhe doli, shkoj bleu fasulje i tam një gatuan e sot. Kur jenë tur, do me thënë prap, nuk është se mundet që bësh çfarë do lloj gjëje, kështu. Edhe i tham një gatuan e se dua fasule. Ushqimi i pastër. Unë bëra sot një gjë që si kisha bërë asnjëherë tjetër. I zgjeva ujin e parë hodha, i zgjeva Asa mirë mirë pas ke bë. dhe hodha edhe ujin tjetër se i kishte dalë shumë i fortë, bëj kaf. O sa mirë pas ke bë. Dhe thash unë do ta bëj këtë me fibrat dhe me zarzavate. Zarzavatet pastaj i vura veçantë, po nuk i skuqa. I vura me lëngun e vet, kanë ato vaj. Se zarzavatet kanë pak vaj vet. Dhe pastaj bashkova dhe zjen bashk me ujë të pastër. Pra e hoqa gjithatë, se ajo që të rëndon mëlçinë është ky. Bravo. Ajo Lëngu i zi që del, sepse ato dukeshin të reja, po nuk besoj se ishin dhe kaq të reja. Edhe kur rrinë shumë ato pllaqi ishin shumë mirë. Po, shumë të mira. Po prap. Shumë le vaj hudhra. Ti ke bërë herë të tjera fasule këtu? Po mi e kam bërë, kush e di sa herë. Me i vaj hudhre vë spasë. E përdor bujak ata? I vjen rrotull këtu. Formati, po. Ja gjeta një. Pse e fundit. Po juve i hedhni dhe Dhe hudhër dhe i që Ja, vaj dhe. hudhër. Jep shumë lezet. mos sa herë ke qenë të fakiri. 2 maj me nun. 3? Po, aq më duket 2 herë kam qenë. Po të luftosh të rrezikosh, do shkosh. Po edhe unë kam shku 2 herë. 2 herë. Është një izolim. 2 herë. Na ngeli me rak, Adit, ngeli me rak që s'u fut ke fakiri një herë, donte të rrinte vetëm me mua. Sa e fort ka qenë dita e fundit, do me thonë, nesër mi kishim prime, unë kisha marrë një pul këtu, edhe nga fakiri kisha dalë për të marrë një pul. Po, Dhe i them këti që unë do futem prapë ke fakiri se kam marrë pul. Edhe unë, tha ky. Po ti që ne i thash unë? Tha, i kanë tualet, tha, mas i ke ti ke pula, tha, unë futem tualet, si donte që të dënohesh me mua. Kur u dhe hola kishte qenë dhe ajo në tualet, se sot alendeve. Tha, qa komedie, po sa rriti, pastaj se u bë ajo diskutimi, nominimi, edhe shumë keq më arë kur iku aji. Kurse kjo me Ginin që iku këshu, e di si mu duk, si filmi i Hitchcocku që u shduk. Sa rrita ta besoja, dhe në hatis... Ferma është e çuditshme.
S'lujti Adi me më bukur, tashi se thonë njerëzit që ka rol. Rol dhe jo rol. E qa shu, muzika shë gjëra që mund bëni. Hajtë, s'ka gjë. Ato ka qenë herë në studio, atje. Që me folë për këto gjëra, po besoj se pa. Se ti. Sara me gjithë monetat tagaj. Me gjithë qa? Monetat. Nuk e di qa janë monetat, po. Monetat. Ka gjithë gjë? Qa është? Sara me gjithë monetat tagaj. Pas ka pas sa moneda? Dhe liri, dita. Po pra dhe unë, atë mendova. Po edhe Indri ka pas, më duket se tha një herë kam ca lek. Kena gërshon dikun bre? Gjithsesi, kur të dalësh, për shembull, mendoj që do të kontaktoj Adi
edhe për punën e gjërave që keni të materialeve për gjysëm, sa i ka studian, edhe kush më mirë se sa i mund të do më thënë që mundeni me kriju. Se di, shoh. Po. Puna është ajo është i qik largë, ku është ai? A ku e ka studion? Po, është në Prishtinë. Prishtina apo në Gjakov? Në Prishtinë. Prishtina mirë, se kam një shoqe që shkon me vjen atje çdo javë, që ka biznes, po. Gjakovën se di. Jo, në Gjakov, Ai sigur tha Gjakov. në Gjakov jeton ai, po studion e kishte në Prishtinë. Po si jeton, shkon me vjen? Apo, Në atje nuk janë distancat largëta. se kam idenë, se kam llogarit mirë, kupton, nuk e di. Në Prishtinë kam qenë 2 herë dhe në këtë që është para se të shkosh në Gjakov, dalëm e si ka zonë Prizren. Prizren, shumë bukur. Jo, vetëm 2 herë në Prishtinë, sa pak? 2 herë. Se di, një herë desha të bëja një projekt, po më thanë që duhet pasaport. Që të kesh pasaport, do më thënë. Kisha qef. Pasaport të Kosovës. Kosovës, e kështu. Se që projekti ka qenë? Duhet bëja projekt. Se majnë në projekte, qofte me punë në televizion e kështu po. Dëgjova se Adi e pi që tha që kam. Kështu që unë këto lotjet administrative, disi kam kështu. Se këtë nuk e di ka. Jo, do me thënë që të punosh për shumë me Ministrinë e Kulturës, ose me është në i fond për një projekt, duhet. Duhet pasaport? Duhet t'ish vëndes, se po. Si lafe ma, me gra që kam folë shumë në WhatsApp, së është e njof ligjin, kupton se mund t'jetë ndryshe, po. Ja dhe Adi e tha, Krasta. që e ka, të ndimon. Kisha goxha mish, po mishin e madh fare, që ishte më shumë e hodha. Pse, kishe shkuar dëmë? Nuk më duk shumë i freskët, kurse këte kisha rujt vetë nga lumin, ishte i freskët. Tjetra është që Sara vërtet që pse e le mishin të rrit gjatë ditës. Qoftet nuk gatuan, po nuk që mishin në temperaturë ambienti. Të ketë arriti gjithë mishi të jetë në temperaturë ambienti. Ndryshe dalin keq. Po që t'i shpjegoj në shoqe Sara më përpara. Ajo i ditë gjitha. Kështu që vetëm t'i gjajnë. Pastaj se dija që do kishim aktivitet deri vonë darkën, desha të shkoj të flej me erdhi keq, thash jam, nuk do t'aloj Po, se mishin të prishet e kështu. Qofte ca herë bëjnë këtu më kujtohet Adi, se Adi ka qenë ai. Shiko, a i bënte qoftet pak këto gjërat e erzat e këto nga unë i mësoj. A, pse i bënte pa erza? Pa erza, qofte hamburgeri. Po, Pse se hudra një hit dite- ai, se i thash një herë, i thash që mos i hit hudra të mijave. po, i hedh për hamburger, po, kur i dite e bëra unë qofte dhe me qaj këtë, kështu, edhe i bëri shumë të mirë, a i kapi me njëherë. Po dinte a i me gatu se e para kishte dashurin shpirt, e dyta kishte pas restorant. Kishte restorant i Adi. Shumë thoshte. Kjo këmish është shumë e bukur që te e kam marrë kështu është Dyqan në dyqan. burrash. Po, shumë e bukur, nuk duket. Po që unë gjyra vetëm, unë kafe jam shko shumë, po s'kam pas robe kafe këtu. Shumë e bukur që e ka. Po temperaturën se ke kaq të vogël të qofteve, nuk të prishen? Jo, Mos i duan edhe pak nuk më du të t'i vogël? djeg,
Nuk do t'i bëj me zjarë të ngadalshëm, se bëhen shumë të mira dhe nuk digjen. Do të rrijë çik më gjatë, do duroj. Jo, puna është shumë i ngadalë. Po kështu, që mos skuqet, po të piqet. Sa bile i pjekin qoftet, po, nuk s'kam arrit deri ajo. E shtrojnë vaj në atë, në furrë, shtrojnë atë me vaj, edhe i vënë qoftet edhe qoftja skuqet duke u pjek. Po, i bën mami im ashtu. Sa shish me qenë të ishë. Me letër alumini. Shënë tandë dhe. Ja për ngrej një qik një qëtë. Po pra se e ke shumë. E kishe shumë të ullat. Jam mësuar atë të smorin që është shumë të kanjose dhe i do me të pa, për shembull që e ke ngrejtë të temperaturën kështu. Gjej vrime foto. Për tace, Që shenja është e? 30 janari më duhet akvariumi bie. Oh, we are. Jo? Shenje të mërshme duhet, po. Ashtu janë zevzek shumë. Qyqa, no. Meshkujt. Të marë. Nese. Ti bërëcja, s'keni kikide. As i lidhje s'kemi bashkë parë. Në gjitha senset fajt. Peci. O zemra ime. Kut, a hangre. Po, hangra këto fasullet e mozës, i kanë shumë të mira. Edhe unë jam knaq, kam hangre i tas plot. Edhe unë. Do në i qofte. S'kam ma vend bark. Kam vend veç me fjet gjumë, si derë. Si derput. Ti pa në jondër. Kam pa i andër me ju, po s'maj me nasisen. Po, na kishe parë. Në ndër ta ju kam parë, apo nuk kam parë? Gjithë që kena ngell tani. E pe nëndër? Në pa gjendarët. Po ishte e gëzushme apo si ishte? Ishte Gjo Fani, se maj me në fare. Unë kam 2 net që s'shofën Do dilke në finale, për zotin. Do dilke në finale! Si djetë kur. Se di. Po bësha ka, po. O, sa kam qesh s'farë, sare. E në gjove që ata. Po pra. O, zot. Po qaj në zori me gjipi ajo? Dori Romiri. Ha? Dori Romiri, kishe gjetë në gjetë. Ha? Dhe Sara, ty në muaj, jam e të madhe. O, sa kam qesh. Klevisa, kujdes mikrofonin. Stasha si gjë. Aman 25 lek kanë gjatë. Edhe liri 2000, kishte 2300 lek, tha më bo mu, bo qërëgore masaj, sa të paguj këto. Roza, kujdes mikrofonin. Na u prish mikrofonit gjithve për herë. Okej. Si që duket s'lejohet. E folë për këto gjohë.